Jo, ndeshjet në Angli. Edhe kur je dëmtuar merr ftesë nga kombëtarja, edhe si një vlerësim, por duhet vit ta verifikoj stafi jon që je në kushte për luajtur apo jo. Por ai deklaroi vetë që isha i dëmtuar tani Ylli, mos më ashtu tani. Po kundërshton kot tani. Nëse mbaroj mendimin. Ishte një polemikë e madhe. A u hap një polemikë me Brojën, e mban? Ha? Lojtari më të mirë që ne kishim, që dhe kemi. Si e kemi lënë? Ne kemi marrë, kemi çuar në tribunë. Se ne s'do ai të gjithë duar trokasin Brojën, thon me Brojën, si thoshin të gjithë specialistët që. Ore me kombëtarja fillon me Brojën, i pari dhe pastaj vjen 10 tjerë. Ha? Nga ai moment Broja në tribunë, as në stol. Në rregull, tani atë gjeti, le të na përgjigjen Ylli me që Ylli e komenton ndryshe. Edhe kjo është dukja e Hasanit, duket pak e çuditshme. Po ti jepet një shpjegim, po nuk ka lidhje. Që pas ndeshjes parë që zhvilluar në këto eliminatorë me Anglin, po lojtari s'ka prekur më fushën. Është e çuditshme. As me Andorrën, as ndërkohë që ishte një lojtar i pa diskutueshëm me informacione. Domethënë ndodhin disa gjëra që kanë një nevojë për një lloj shpjegimi. Edhe kjo rasti i kapitenit Manajt. Kam përshtypjen se të ishte më e pastër institucioni federata në njërin krah, por dhe trajneri mund të ishte pak më i pastër për ta deklaruar pse u zgjodh Manaj. Lojtari kapiten. Ora nuk e kam ke historia, ai ishte Manaj ke emri. Po e kam ke mënyra se si vendoset më. Si u caktuar. Jo, mos si që nga kështu. Sepse dhe vendosja e Xhimshidit u bë pak edhe në një mënyrë kështu. Ekipi ka nga që kishte një lloj mosmarrveshje atë kohë. Jo, ekipi ka të caktuar kapitenët. Jo, ai vendosi Xhimshidin. Okej, vendosi Xhimshidin. Ekipi ka të caktuar kapitenët. Nuk luan Xhimshidi dhe siç ndodh, se kam një drejt Ylli të dyshoj. Pse nuk luan Ysaj? Se po të ishte Ysaj në fushë nuk do ishte kapiten Manaj. Apo jo? Tani ne nuk kemi përgjigjet e trajnerit Silvio për rastin specifik. Ne tani jemi në fazën që nuk kemi një lloj transparence. Analizojmë zgjedhjet që gjithë gjërat që kanë ndodhur në këto dy ndeshje. Zgjedhja e Balliut ishte sepse është një lojtar që luan më mirë në fazën e sulmit, sesa Hysaj në ndeshjen që luan me një kundërshtar më inferior dhe ti pretendon të bësh më mirë në sulm. Gjë që nuk ndodhi fare dhe ne nuk e pam në asnjë rast. Balliu ndite në mbështetje pak e çuditshme sepse kur gjithë populli e kërkonte Balliun, kur gjithë Shqipëria e donte Balliun formacion, se Ysaj bënte ndeshje të dobta, Balliu luante formacion në Spanjë. Shiko çfarë Ty jap një shembull. Balliu ka qenë një lojtar formacioni vit jo këtë sezon, por sezonin e kaluar çdo ndeshje me Raja Vallecano në formacion. Këtë vit që ai humbi formacionin, që nuk kishte asnjë ndeshje formacion ose më saktë shumë pak ndeshje formacion. Balliu është aktivizuar në 27 ndeshje në këtë sezon me Raja Vallecano. Po jo formacion me 27 ndeshje mund të aktivizuar. Hysaj ka luajtur 6 ndeshje këtë sezon me Lazio. Dakor, jam shumë dakord. Për numër ndeshjes mund të ketë luajtur më shumë. Për minuta, po çfarë statistika më tani? Ai luti me Serbin dhe ishte më i miri në fushë. Po ishte më i miri në fushë. Ti je më të mirë në fushë. Ti je më të mirë dhe më të keq që ishte Arboroça e fut prapë. Dhe ti thua në fazën sulmuese. Harron pastaj që penalltin ta mori Hysaj në fazën sulmuese. Pra, mbrojtësi jot i krahut mori penalltin. Ditën që Hysaj e kërkonte gjithë populli për të qenë fushë, në të vetmen ditë mbas kush e di sa vitesh që kishte publiku që thoshte Hysaj zhduke nga kombëtarja, hiqe nga kombëtarja, nuk bën më, nuk jep më, nuk shumë më. Ditën që ai luan, ditën e po ti fute edhe për hir të publikut, më fute qendroi një herë. Ndodhin disa gjëra të çuditshme. Kur gjithë publiku i thotë, "Mana i humbi penalltin." Në dënon. Qendroi ai sa do fare publikun, ai publikun do. Atë ditë në momentin që blen biletin. Janë disa gjëra që janë të pakuptimta, nuk kanë shpjegim. Ose nuk ka transparencë për të kuptuar. Nuk ka transparencë për të kuptuar se çfarë ndodh. Pra, ne pyetëm atë ditë Manën. Pse ishe ti kapiten? Kam shumë vite thanë në kombëtare. Kapiten sepse luante ndeshjen e 42 në kombëtare. Lojtari që kishte më shumë ndeshje në fushë ishte Ardian Ismaili, që kishte 44 ndeshje. 45 ndeshje. Pra, po të ecësh me numër ndeshjesh i takonte Ismaili. Por ky lojtar vinte si zgjedhje e tretë apo nuk ishte zgjedhje në Serbin, edhe po merr një lojtar që konsiderohet rezervë për atë ndeshje, ti japësh direkt shiritjen e kapitenit, se nuk është kapiteni tani një që vjen nga stoli. Unë kisha qenë dorë të bësha sekretar federatës. Ismaili bëri Nations League më të mirë. Ai ishte Nations League më të mirë që janë të zgjidhur, që janë europian luajti. Ismaili kërkoi dhe falje, arriti në pikën që tha s'më futën as një ndeshje në Europian, pas ka problem, tha unë i pranoj tha të gjithë. Po, absolutisht. Kur ishte lojtari më i mirë edicionit profesionist. Luajti as një ndeshje. Do na ishte prap kapiten. Ka luajtur keq ajeti. Ka luajtur keq ajeti. S'ka lidhje me të luajë që meriton. O sol në mënyrë të jashtëzakonshme ky futbollist dhe prap ti nuk ndodhin ca gjëra që nuk është super profesionist ai që nuk flet. Unë vetë evropianë dhe thot ka frikë flasi, se është dukin fare.
Jo te që nga evropiane, po te që nga Shqipëria. Nuk është profesionist ai. Ai do të thotë atë që mendon. Pse të tjerat janë mbledhur dhe unë s'jam mbledhur? Atë të thot ai Ismaili. Po ju që ka së profesionist se mbylli se ishte po europian. Tre çfarë ku gazetarëve mbyllin gohen. Janë profesionistë ata që mbyllin gohen. Ja, unë jam sot gazetari sportiv për 30 vjetësh. Pjesa më e madhe mbyll gohen. E qyj profesionistë ata. Do i qyj profesionistë si Ismaili. Modelin e vet po. Po le tani nuk është model kjo. Momenti